kam parë, do me thënë që kanë bërë performanca nga më të ndryshme, qoftë me krah ëngjëlli, do me thënë kanë ideuar disa ide, do më thash çfarë mund të bëj diçka të re me këtë varjen time nga flokët, dhe thash do varjem nga flokët dhe do mbaj një gjarpër, 4 metra të madh, por do t'i që më doli pak nga llogaria se unë bashkë me gjarpën, që ishte 4 metra i gjatë, shkoja 94 kg. Që unë mbajta komplet një përveç peshës së trupit tim, unë mbajta edhe 22 kg gjarpër në... E vështirësoj kjo, besoj? E vështirësoj, por që e menaxhova shumë mirë, sepse nuk pata mundësia të përvoja, thjesht doja të bëja të gjë ndryshe timen. Si janë komentet e njerëzve kur të shohin, sepse ti njesh kjo fjona ekstremeve, shpresoj të mos ma keq kuptosh të, po është jashtëzakonshme ajo që bën ti. Po, ja, qa të them una, me thënë të drejtën, nuk është se ka një, do më thënë, komente negative, është një pakice vogël do jetë se zbën, ja, po marrë një shembull të vogël, kur unë bëj performanca pa rip sigurie, njerëzit janë, kjo vajzë shmëndur i bën performancat pa rip sigurie. Tashi që kam bën ripin e sigurisë, thonë pse ke bën me rip sigurie. Tani, kur ta ndaj menjen publiku, si ti bëj, me rip apo pa rip, të di dhe unë se si të vazhdoj, sepse duke i bërë me rip, thonë pse e bën me rip, sepse ti i bën pa rip. Si përfundim në asnjërin nuk gjenë dermanin, po unë di t'i them që do vi me gjëra shumë të mëdhaja dhe atëherë di shumë mirë që do ndihen krenar të gjithë. Para se dalte kjo e fundit që u bë të dielën me dhëmb, të mbes tek flokët edhe pak, si është kjo ndjenja? Pra, a ke ndjeshmëri të dhëmbin, Fiona? Shumë. Do me thënë, unë një performancë po të bëj në javë, pavarësisht se këtë javë kam të përuar se kam bërë 2 performanca me varjen nga flokët, kam gjithë javës dhimbje koke të tmerrshme dhe këtu më bën ca gunga. Por kur mbaroj performancën, kam një gungë shumë të madhe, bëjmë si Patriku te SpongeBobi që e ka kokën, njësoj edhe unë, por kur marr ato duartokitjet e publikut, performanca fundit, do më thënë, u çu publikun në këmbë edhe nuk e prita fare. Kur marr ato duartokitjet e kuptoj që ja vlen çdo sakrificë, sepse në fakt to performancat e mia kështu lart i duan. To me gjarpi nuk e se i duan shumë pa hajt. Po mirë, ti ke miksuar. I dua vetë. Pra, duhet bësh ndonjëherë edhe çata ka qefi ty, jo gjithmonë. Patjetër, jo gjithmonë. Plus njerëzit mësohen, edhe kjo është e veçantë ç'a bën ti. To jam bërë si pjesë e imja tani. Fiona, kjo është e jashtëzakonshme. Si ka mundësi, pra, Si ka mundësi, e konsultuar ti me stomatologun tënd për këtë? Jo. Ndoshta si kam mit në Kishin Ra, po. Unë i kam të mit. Se ma kam bërë këtë pyetje dhe unë i kam të mit e dua ta lëndoj mamin që më ka bërë dhëm kaq fort, pastaj dentistët. Patjetër, unë në fakt ku po hika në shpirt. Unë në fakt e kam parë këtë e ka bërë një vajzë në Amerikë. Dhe unë që kur kam para të vajzën, kam thënë, unë do t'a bëj vetë këtë varjen nga dhëmbët, e kam mësuar vetë. Atë strukturën që unë kam të goja, e kam bërë vetë. Qa është ajo? Struktura që unë vendos dhëmbët është në formë lëkure. Lëkurë që mund të mbaj peshë. Kute mos e lësho. Jo, nuk e kupte se ku përshkonte. Po eksploron vendin, po duket ambient i ri edhe ndihet rehat në këta divanët tonë. Lëkura është lëkurë që mban peshën e trupit. Ajo është lëkurë që mban peshën e trupit. Edhe e kam bërë vetë. Më është dashur të marrë shumë masa, dhëmbësh, derisa të gjej masën e dur atë që më përshtatet. Di të them që pesha thonë që është varje nga dhëmbët,